Thirrja e lëvizjes Shqipëria e Re për Solidaritet është pasuar nga nisma konkrete. Në harkun kohor të 24 orëve janë mbledhur 1000 pako ushqimore, të cilat janë dorëzuar në drejtorinë e përgjithshme të rezervave të shtetit për t'i shpërndarë më pas në familjet më nevojtare të zonave të bllokuara nga dëbora. Ne të nxitur edhe të ndjeshëm për asaj që ndodh në malësitë e Shqipërisë nga jugu në veri, kemi marrë dje një iniciativë për të bërë të mundur grumbullimin e sa më shumë ndihmave, kryesisht pakove ushqimore, po edhe veshmbathje e materiale tjera, ilaçe të tjerë. Edhe që dje janë grumbulluar rreth 1000 pako nga familjet që kryesisht banojnë në Durrës edhe në Tiranë, po ne po vazhdojmë dhe jemi në kontakt me vullnetarët dhe simpatizantë e lëvizjes Shqipëria e Re në gjitha qytetet bregdetare, nga Vlora, në Fier, Lushnjë, në Lezhë, në Shkodër, e kështu me radhë dhe në qytetet tjera të cilat nuk janë prekur nga zgjendja e keqe e modit, edhe do jemi shumë të qëndrueshëm në ditët në vazhdim, nesër pas nesër kështu me radhë do synojmë grumbullojmë edhe pako tjera dhe të vijemi ndihmë. Lëvizja Shqipëria e Re do të vijojë çdo ditë të mbledh ndihma ushqimore për t'i ardhur në ndihmë banorëve të zonave të bllokuara.